Saranda Blaca nga LDK-ja, një herësh antare e grupit të rinjve gjysma e popullatës përfaqësimi drejt, u shpreh se iniciativa e tyre ka ardhur duke parë që në të gjitha komunat e Kosovës, përfaqësimi i femrës në vendimarrje lë shumë për të dëshiruar. Blaca ka dhënë dhe statistika nga hulumtimet e bëra nga ky grup, të cilat këtë statistika i kanë marrë në faqet zyrtare të 37 komunave sa ka Kosova, dhe sipas këtyre në Kosovë asnjë femër nuk është drejtuese e ndonjë komune. Po, ne jemi një grup i trive, përfaqësues të partive të ndryshme politike nga qytetet të ndryshme të Kosovës dhe jemi trajnuar në NDI, në shkollën për media të reja, që nga janari deri tash, domethënë javën e ardhshme e përfundojmë. Dhe ideja fillimisht ka qenë e tyre, e NDI-t, që ta marrim një temë, që ta zhvillojmë një kampanjë me qëllim të përdorimit të rrjeteve sociale, gjithsesi Facebooku dhe Twitterit. Dhe ne si grup, duke pa mosbatimin e ligjit për barazi gjinore, si dhe gjitha ligjeve tjera që kanë të bëjnë me pozitën e gruas në shoqëri, ne kemi marrë iniciativë që ta marrim temën gratë në vendimarrje në nivelin lokal. Blaca u shpreh se në të gjitha institucionet lokale si drejtori, por edhe në kuvendet komunale apo dhe në komisionet e kuvendeve komunale, numri i femrës ose është njohur se femrat nuk janë të përfaqësuar afare. Duke u ndalur te komuna e Gjilanit, Blaca tha se Gjilani qëndron shumë keq sa i përket veçanërisht dy komiteteve obligative të kuvendit komunal, ku si në komitetin për politikë dhe financa, ashtu dhe në atë për komunitete, femrat nuk përfaqësohen fare. Nga hulumtimi që kemi bo, gjendja na ka dalë edhe më keq se që kemi menduar. Ne kemi bo një hulumtim duke shkuar në gjitha komunat e Kosovës, përmes webfaqeve të tyre, i kemi marrë gjitha statistikat gjinore, tunis prej kryetarëve të komunave, ku i kemi 37 komuna dhe gjitha komunat udhëheqen nga meshkujt. Do thot asnjë komunë se kemi që udhëheqet nga femrat. Mandej kemi shku edhe te kuvendet komunale, nga gjitha kuvendet komunale kemi vetëm 2 femra. Kemi nëpër disa qytete që gjitha drejtoritë i udhëheqin meshkujt. Po kemi edhe qytete të cilat e kanë nga një, për shembull kemi Gjilanin, që ka 13 drejtori dhe vetëm një drejtoreshe kemi femër. Komiteti për politikë dhe financa, këtu i ka 9 anëtar dhe nuk e ka asnjë femër. Kemi komitetin për komunitete 7 anëtar që nuk e ka asnjë femër. E pyetur se ndoshta është dhe vetë mos ambicia apo guzimi i munguar i femrave për të qenë drejtuese, Blaca u shpreh se kjo vjen edhe nga mos përfshirja e femrës në postet politike, siç janë drejtoritë nga ana e kryetarëve të komunave. Ajo u shpreh se Gjilani ka femra të afta për të qenë dhe drejtuese të suksesshme. Në fillim do të thotë kryetari i komunës kur i emëron drejtorat dhe kur i emëron krejt burra, ndoshta kjo në mënyrë indirekte ndikon edhe te femrat që mos marrin pozita udhëhece. Unë mendoj se ka femra zoja, ka femra të mira intelektuale të cilat mund me udhëheq pa problem secilën drejtori të komunës. S'm po rri pa e cek për shembull në Gjilan, se më herët e kam bërë dhe një hulumtim në komunën e Gjilanit dhe e di në detale çdo drejtori si e ka përfaqësimin. Përndryshe, grupi të rinjve nga partitë e ndryshme politike kanë dhënë dhe konkluzionet e tyre, duke cekur që çdo parti politike të ketë të përfshira femra në të gjitha strukturat e saj, të paktën 30%.